Unë jam që më Lepenisa. Ka marrë pjesë me ballë kombëtar që kur isha 15 vjeç. Qysh në 43. Tash po na dalën e po na shëmbrojnë duke treguar jo balli demokrat, jo balli djathës, jo balli Ismailës. Nuk ka balle. Është një ball, ka qenë një ball, vetë një ball, do të jetë një ball. Balli kombëtar u krijuar nga Mitat Frashëri. Djali i Avdysh Frashërit, nipi Sami Frashërit, Naim Frashërit, kryetari i Kongresit të Manastirit, mori pjesë në ngritjen e flamurit në Vlorë, me Ismail Qemali në 28 nëntor 1912, ishte edhe pjesëtar i qeverisë Ismail Qemali. Mitat Frashëri bashkë me shumë patriotë të tjerë krijoi ballin kombëtar. Edhe për të treguar parinë e tij, balli krijoi dekalogun me 10 pika. Dekalogu në radhë parë që luftojnë për flamur të qezik, luftojnë për Shqipëri etnike, luftojnë për Shqipëri të paruar, të lërëzuar, të deruar, luftojnë që fshatari ta ketë tokën ti, punëtori punën e tij. Edhe nëse balli donte të bënte një reformë agrare, nuk do t'ja merrte fshatarit tokën edhe dhite e dhënte pulët si jamor komunistët e bën skllav të shtetit, por do t'a bënte shqiptarin zot në punën e tij. Komiteti qendror i ballit kombëtar për të luftuar fashizmin saktoi komandant të përgjithshëm të Jugut ishin Lepenisën dhe komisar të Jugut Skënder Mushko. Ta erdhën në Vlorë e bërën organizimin edhe filloi lufta kundër fashizmit. Lufta e parë ka qenë në qaftë të Llumbit. Kjo u bë nga të dy anët. Lufta e dytë ka qenë e Selenisës, e bëri krejt balli kombëtar. Pasi që armatosën 400 karabinieri italian, ndër ata edhe toger i lumës Spahia, Pacin Spahia, me qeo vjen pasi u që armatosën italianët, edhe i thot isin Lepenisës, këto kush i kemi do t'i ndajmë. I thot ai, shkun këtë një kush. Luftën e bëm neve, që armatimin e bëm neve, kushët janë tonat. Ai kur e pa që nuk mori arëm, si shmendonte ai, për të treguar popullin se dhe ata marrën pjesë në ato, i thotë vjen Tacim Spahia, të vjerë të asaj, karabinjerëve kishin. Gjysimi i thotë ky është miku im, ti se merr dot, edhe kanë në shtëpinë tonë e 3 muaj derisa u kthye në luftë. Kur e panë në shoh se s'mori asnjë, i thotë të paktën mjek ta italianët mua. I thotë, ishte u meri. Ku t'i shondej, me setë është qene kati karabinjer. I mori me qeu i shoj në Kremenar Balakasës, i ka therur ati, për të servitur partizanët që theri shqiptare në tashme. Edhe në prezencën e tia ka qenë edhe Dušan Mugosha, si që tregon vetë Gjelar Slaveska, që ishte zëvëndës i Mehmetit, por më vonë pasaj tiku më ata e këthyrë në apjanë. Lufta tjetër që balli kombëtar bëri ishte në qaftë të Dushut, që anotosën kolonin italiane, mori gjithë armët, edhe ata ushtarë i lejuan i prezuar tikit. Lufta tjetër që bë në Vlorë ishte lufta e Gjormit Lepenisës. Kjo luftë u bë 3 ditë e 3 netë. Ishën 12.000 italian me autobrina, me aeroplan, me gjitha, edhe 1.000 qa mercenar që drejtoheshin nga Selim Gjetani edhe Halit Alia. Komunistët edhe këtu i bën tradhti isin Lepenisë, e lanë midis zyrtarëve u tërhoqën, me qeu edhe si kapa dhanë urdhë të tërhiqeshin komunistët. Edhe e lanë të midis zyrtarëve. Kjo që i afto se pati fat që ai qëndroi deri në fund, italianët u tërhoqën, edhe turpi u mbeti komunistëve sepse ata në vend që të qëndronin sigura deri në fund, morën këmbët e rikët.
bile këtu dhimi të bala, e të halë si kapër, i thotë. Mbau hystia baso trim, mbau se për poshte ura, që nërë burri përmi burra, hysin e penisa mbi gjithë burra. Kur erë komunistët në fuqi me i herë këte e përshkatuar. Pas kësaj, u bëj një takim midis Partisë Komuniste edhe Ballit Kombëtar. Nga Partia Komuniste ishte Enver Hoxha, Bedri Ismail, Mehmet Shehu, si kapo, kishin brenda edhe Dušan Mogoshin e Miladin Popovićin. Nga anë e Ballit që Hysin e Penisa edhe Tahir Hoxha. Tahir Hoxha ishte qafori Vlorës në atë. Edhe vetë Enver Hoxha në kujtimin e tij thotë Tahir Hoxha dite ta mbronte atë pikmamin e tij shumë bukur. Hysin e Penisa ta luante thotë, po mbaroi atje në Gërhat, si mbaroi. Ai mbaroi sepse trahtuar vetë këta. Pasi mbaruan muhabetin, bisedime i patë ata, duke këmbyer pikmamin e tyre, Hysiu i thotë, Hysin e Penisa i thotë Enver Hoxha, ti do të bësh miqësi me ata që kanë qenë armiqt shekullor të popullit shqiptar. Ty historia në tarqe do të cilësoj si tradhtar. Kur dole i përjashtë i thotë në Lajdini, vrijën e këto thotë se do në nxjerrë nga Tresa. Për këtë ata caktuan në Ki Meri, që ishte komandat i qendrës plak, i bënte prit Hysin e Penisës. Edhe vetë në Ki Meri i bën një letër Hysiu dhe i thotë i dashur Hysin. Partia unë ka caktuar në qaftë të punumit të bëjë prit, mos kalo. Hysiu kaloi, ai nuk jera. Edhe pasaj ai u kthye te Meneve, edhe Hysiu në shtëpinë tonë e sa Hysiu, Skënderi, Tahir Hoxha, Sani Zgjoni, Elili Meri, kush ishin ta, saktuan në Kim si komandant batalionit Vlorës. Atë ditë që ajo saktua si komandant i Vlorës, komunistat i bërën prit midis Gjojmit e Lepenisës edhe vranë në Kim, Gjaferi, largosën Feti Prëmda. Nga komunistat u vranë Sadik Zotua edhe Shqyria Linerno, ata që u bërë këtë. Nërsa një nga Borela Iku edhe një nga Imerajt në Mavrova, me që nuk shtiu mi këta aj, Hysiu e fali Iku. Komunistat të sa e morë atë edhe përshkatuan për shkak se aj dështë bëri detyrën e që i kishin saktuar ata. Pas kësaj, Hysiu shkoi në Gjirokastër edhe bëri marrëveshje me general italian që forcat italiane të dorëzoheshin Ballit Kombëtar. Balli Kombëtar do të lejonte udhë atyre të shkonin deri në Saran, pikni. Dërsa kur e mori vesh Partia Komuniste këto u thotë italian dhe Hysin e Penisa është Lipi Ametri e Penisës që ka qenë komandant i luftës Vlorës. A juve do u vrasë. Ju nga u dorëzoni neve se ne do mbrojmë. Edhe armët, neve do a lejojmë që ju tikni jo vetëm juve, po edhe armët t'i mirin e vetëm. Edhe pas kësaj Enver Hoxha flet atë Bedri Ismail edhe i thot Bedri, do vesh 50 partizanë si ballista. Kur të vejë Hysin e Penisa i të marrë dorëzim divizionin e Grehotit, ju do hapin zjarë. Do të hapin zjarë atje. Brenda këtu ka qenë Bedri Ismail, Shefsi Todozani, Shefqet Peqi, ashtu u bërë. Partizan hapë zjarë, italian hapë zjarë. Hysiu gre pa që s'kishe nga tikte, kishte mundësi tikte, po s'mund tikte sepse s'u ta pranonte ai një turk aty, u thatë gjithve që noni si burë, ja vra 33 komandant qendrës me emra, që në asnjë rast Partia Komuniste nuk ka sakrifikuar njerëz 30 sa vetë një ditë. Po ai që fiton davan e bën luftën atë historinë si u ta qefi. Edhe është diçka tjetër që është për të qeshur, po këtë ma ka thënë Hakiru Shqipi me gojnë e tja. Bedri Ismail kishte marrë qismet e Hysin e Penisës pasi u vra.
edhe i thot i shkot, mor haki të kuja të janë të qisme, i thot a i të kuja, Justine Perinsës. Më bire, jam mori qisme të i thot kur ishe gjalla, po kur u vra kundra fashistave. A marë thot se ti gjithë një pëshuja. Pas asaj, a i haki Rëshidi, haki Shehu, mori gjithë batalionin e kulisë polite dhe e hodhi me palet në partë. Për atë pasaj edhe ata komunistët e komunën e vdekë. Pas kësaj filloj lavracja, pas vdekjes së Justinit filloj lavracja. Edhe neve në sumoj brigade e parë e Mehmet Shehut, komisar Tukja Holla, brigade e 5, shefja Peshi, komisari si kapo, edhe mblodh ata krejt në Mesapik. Ata mund të ishin 3-4 vetë, ne ishin 15 vetë Lepenis, 30 vetë në Gjorë, kemi të luar 2 net e 1 ditë. Që nga Lepenis dhe një Gjorë është 3 kilometra. Me këmë të merë 5 minuta, 10 minuta. Neve u kemi qënduar nga sumuar ditë me parë nga Lumi. Lumi pagonin shtrejta. Pasaj gjithë natën tjetër, muar krahat edhe duar deri në kufi me Gjorë, e prisë në vënë nesë. Më të meqë, që kur lidi djeli, deri sa përndoj neve u kemi qëndërora të që nga Lepenisa, deri në Gjorë, kur fillori nga ta plumat, ja bërim një kokë. Si që gjë, kur filloni që bini plumat në tokë, të ngrije dhe u shumë. Kur filloni në gurë, ata se bat e guri të tjere që nga Gjorë, që nga Lepenisa, deri në Gjorë, neve u kemi qëndërora gjithë ditën atyre. Ata kishin mutaje të rënda, kishin vitoloza të rënd, kishin topa, edhe me dorë po doni mund nga kabine. Ne kërë diri që edhe ne ishim shqiptare, ata si ishim të rima nga neve, shu si viftorin ata. Viftorin edhe që më mirë ne, sepse ne keshim më të drejtë. Kur vajtën një gjorëm, gjetën sa di prantën atje. Kishin 2 vitoloza të ata fiktja kuqe, unë zinë fëtyri. Edhe Hyseni që ishe të gjejë që yllë, i thotë sa diku të qërbe, shkoni sipër në Majtë Rabiat. Shkoni në atje. Sa diku ila partizanët sa vërë atë edhe ka pësit në shumë. Si që thoqën e u vranë 13 partizanë, po ata kur rriteshin i mirë i hinë në vdekë, si i vine sa përkujtë, si ditë e gjeni. Shkoni në Majtë Rabiat, atje kam para sa Lepenisën që va vdekë shumë kënë. Pa u mërojë rishë. Se i tha Hyseni, ullë mërë, se të marrë i pluk, i thaj, po të kaloj në i gjitha, kur e marrë, në shumë njën pa. Pas asaj, le pensiote dhe gjorë, shkuan në vlarë, nuk të hojnë Gjermanët, situata aty ndryshoj, sepse Gjermanët kryuan regjensën me difrashën të kryuën, që komunistat në krojnë me difrashën me difrashën. Atër Anton Arapi, Porto Mar, Barrio Mari, Gjafer Deva, Piqaku e të tjerë. Ata thanë shqiptare, ja qeveria ju, ja policia ju, ja qeveria ju, mos se ngrasoni në kebi rrugën. Partia Komuniste nuk vinte interesat kombëtare shqiptare, o vinte interesat e partisë, mi interesat kombëtare. Që që are e Gjermanëve u dha fitimin atyre. Sepse forësat të përqënuar në përqytet edhe ata mora ata apërhen. Derja henaj ata nuk u zvonin. Kur arrestuan Ali Kërcyën, si Lepenisa i bërën vetër i si ka thënë se i thotë, për i se ka do, po se lëshove këtë bëshme mu. Se ka do gjithë natën vajtë një malakaste e lëshove sepse u mërdhini këmbët. Kur u arrestuan aty, tek ne ishe një komandantë, u bënë 100 komandanta edhe unë pësi bëjë aty për e fundë nacionalizit. I do të frashë 24 me shumë shqiptarë të tjerë, nacionalizit shqiptarë, shkojnë në Shkodër, edhe kur do ikte, për gjemi në Itali tha shumë, neve ikim jo për shftuar lëkurën, po për të luftuar regjimin slavo-komunist e rinjë. Në 29-ën, i do të frashë kryoj Komitetin Kombëtar Shqipëri, qeveri provizore në emigracion, me Sejt Kërezim, Abbas Kupi, Nuqik Fotën dhe Zef Pali. Pas ti u kryo edhe një komitet nacionativ me shumë të tjerë.
me 18 të tjenë. Këtu englezët muar njerës edhe i organizuan në Maltë për t'i hedhë në Shqipëri. Grupi parë që u hothë në Shqipëri që grupi Vlorës. Husene Penica, Samile Penica, Zagov Shema edhe Safet Kapaj. Sami u vra në pritë në gurë të Kapaj. Huseni edhe Zagovi shkuar në Gumenis, në Gjorë, në Lepenis, vajtë prapë në Gjorë. Pas 5-6 javës që ishte në aty, i trafoj dikush atje dhe i rrethuan. Safet Kapaj iku një natë më para, i shpëtoj të rrethimi. Shkoj qorush, në Greqi, Angli, e në Amerikë këtu, dikë me një aksident. Komunistët u bën edhe thirrje këtyre që të dorëzoheshin. Këta lëftuan që nga ora 9 të mëngjes deri në 2 pas drekë. Edhe asnjëri si dorëzohej gjallë, përmbyllën e Sabin Sibora, duke u thënë që ne kemi arë të tjerë vete, nuk dorëzohen gjallë. Pas kësaj, Kadrija s'pjuve dhe vetë mbjeth krejt në Sapika, si dhe u thotë, shko popullin në Sapika, u kini 2 rrugë, o me pushtetin popullor, ose me ata, që as kanë linur as linin për ballet të farë, qenë burra edhe vdikën si burra. O me ne, o me ata. Për t'i kësnuar. Ata. Në këtë grup, ishte edhe grupi Kurveleshu. Ahmet Kuka, Bido Kuka, Aziz Azizaj, Matuka. Në këtë grup, Matuka u vra, tjerët do. Në grupin e Lazaradit, që ishte në drejtimin e Haki Grabës, të gjithë ka dorë në botën e lirë. Grupi dytë që u hëthë në englezët që vajti në Vlorë ishte grupi Ahmet Blyshit, Laze Berdos, Safet Likës edhe Doko Kalaja. Ta ndëjën, një muaj dukat, 14 vitë në Penis, duhet të gjithë. Ta u prejnë. Grupi Kolojës edhe jo parit, sa u vranë, sa shkëtojnë. Grupi tjetër filloj pasaj nga kompania 4000, që në këtë kompani vëra dhe unë pjesë. Ne shkuar nga Greqia, 30 sa vetë, ne rëndamuar Amerikanë, nga shkuar në tim. Në këtë u organizuar grupet të ndryshme. Grupi pari që u hodhë me parashut, ishte grupi Shkodrës, Aziz Rusa me 4 vetë të tjerë. Të gjithë u vranë, asë që të dorëzoj gjallë. Grupi dytë që hodhë me parashut, që e në Gjirokasa. Fido Veliu edhe Aziz Riza Qami, lëftuan sa u vranë. Dërsa Hoxha edhe Shehu, Hoxha u dorëzua. Shehu, në konis polit, u kagos, e kapër, e dënuan 15 vjetë. Grupi tjetër që hodhë me parashut ishte grupi Skapanit, Gjevit Ermenit, Evit Husenit, Tekila Pulesit, Meleq Kaptevri, edhe Musha Hasani nga Fatim Villohës, u hodhë me parashut, baruan misionin, duhet të gjallë, pa prekurasme. Kur duhet këta, nga 50 lira selina që që dënë misionin, një dorëzohen prapë. Edhe ta i thamë, pse, me dorëzohen parë. I thënë, ne i ushtarë Shqipëris, nuk kemi mercenarë, s'kemi vajtur një për pare, kemi vajtur për bërë detyrën si ushtarë Shqipëris. Këtu të shqitë. Komunistat neve në akuzonin që jeshim agent CIA-s, ne kemi qenë ushtarë Shqipëris. Neve nuk kemi qenë agent CIA-s, sepse komunizmi zuri shpitona, nëse do zite shpite këtyre. Ishte interesi i përbashkët, kontarë, që bashkëpunonin me fuqit e mëdha perëndimore që i bën ballë komunizmit, edhe e shëmën si kasole me kasht. Kështu që ato që na kanë akazuar Tirana janë fabrikimet kota. Ne s'kemi qenë agent të kulturit, kemi qenë ushtarë të Shqipërisë.
Pas kësaj, na vjen në atë, në para sa të fillonin këto grupe, na vjen në Gjermani, apas Ermeni, apas Shkupi Sejt Kryesiu. Për apas Shkupi Poli Gaçovogu, sekretari tjerë, edhe dori Shqipirin fush me lullet. Dërsa Sejt Kryesiu të regua më praktik, tha, jenë duhen sakrificë. Dërsa apas Ermeni u tha si burë, djema, atje nuk ka fush me lullet, atje ka pluga kohës. Ai që ta ndjeje vetën të aftë, vej, ai që ndjeje aftë mos vej, mos shtroj vetën edhe mene. Naturisht, tyre që pëlqeu, po kjo ishte e vërtet. Edhe shumisa atyre që vajtën, shumisa ose u vranë ose shpëtorë. Me peshë të disave, aty këtu që u kapën. Kur e panë këta të shqip që Amerikanët dhe Englezët po bënë eksperienca me neve, edhe nuk ishte një gjë serioze, u thanë neve s'kemi material njërësor që të talë ju me neve, u pre. Edhe neve u emigruan këtu. Ajo që harrova të shonë para, ishte, të në sulmuan neve ata, brigadën e të qelët, edhe si kapës e të qelët, që janë 15 vjetë. Gjagjaji luftoj me push ndoar kundra atyre, edhe vrasi burë, jo me duhe lidhur. Shë i pari një qartë të Lorës, që u vratë. Komunistat erët në muar neve, qak djetën. Bile kam një libër aty që e ka bërë një BTG nga brava, që e ka pas djallin e ti kolonel, e thot që u muar kusi e tepsi, u dojnë në shpit, u prishme edhe vëshrat edhe u dhejt e fikt. Kjo që komunistat qera ata të para që javër dhe vrasin, komunistat qera ata të para që dojnë shpit e tjerme, komunistat qera ata që muhër malin edhe tjerme. Nërsa ato që i bërve atë vahëdhën të tjerme. Kjo nuk do thot se edhe nga tjetër s'ka pas gabive, po balli punëtar nuk ishe qeveri, ishe një organizat. Balli s'mund t'i kontrolon të do t'individat se qarë mund të bëri. Nërsa Partia Komuniste e kishte atë. Prej Gjermanisë, po, kur era ata në Lepenis kishin edhe ashtu oficera italian. Bile një nga oficerat italian vrau qënin tonë që ke shepru Gjagjaji në Male Penisa nga Dubrovnik i Kroacisë. A i vit për vit atjet të viziton të vajzët e ti që ishte në Universitetin e Zagrebit, në Francise, edhe kur erdi nga provincia. Këtë që nga i vrau oficeri italian që ishte me forcat partizane. Kështu që në brigatat komuniste kishte edhe oficer italian, shurbat në ata. Tash i vim tek puna e emigracionit. Pasi e pam që s'kishe i gjë serioze, neve u emigruam. Një pjesë e tyre shkojnë në Kanada, një pjesë e në Amerikë, një pjesë shkojnë në atë Australi. Kur doli Mustafa Bushati zefshtapu në Austri, vete Hill i kishte general Engles, edhe njëri i CIA-s, edhe e pyesën. Edhe i flasë ta përfasovën. A i Hill i thot, po, s'ka do të kam volume me radhë, përfasovën, ju s'keni një volum. U detyruam neve, me qepin tonë, t'japim nga 1.000 e ca dollar që bëm atë libër, djepi Kosova, djepi shqiptarizmi, me një hyrje nga ambasen me një shajë libër. Edhe e pyesë Mustafa Bushatin i thotë, e një Topallin? E një i thotë. Qa ka qenë spion italiane? Po t'jenë spion gjermane? Po tjetër, se di thotë, edhe spioni. Hajde ti me neve, të marrë ty të lëmë atë. Erën ata këtu, edhe këtu neve e bëm atje. Tashi, qarë bëm në emigracion? Ka njësë që pyesën, e thonë që qarë mrekulira pa ty. Neve nuk mund do të mrekulira, sepse një qeveris nuk nësohet do të me një grup ati, një grup tje. Ose me
fjalët e emigracionit. Po neve, në emigracion, kemi zjerë një gazet, Flamuri, dhe Fata me radhë, kemi pasur një radio, kemi zjerë librin Djemi Shqiptarizmi, kemi bajtur gjallë luftën antikomuniste, dhe komunistat i kemi luftuar jo për esave tjere, për esave tona shqiptarë, esave të personale. Këtu në emigracion, komunistat në quanin fascistat. Fascistat në quanin komunistat. Ka qenë një konsul shqiptar të në New York, që tha, neve tha do hapëm listat e spionave të Tiranës. Ku janë? Qarë pret? Që se bën? Po ta bëj, do të japë një peshesh, sepse do thotë të vërtetë. Mirë po, ata nuk një zere sepse s'kanë sa të të zere. Sepse ata konvertuan dynja në 3, një e bën informatorët të sigurimit. Kështu që, në qofse pas 90-ës, patin në ndryshim, s'patin në ndryshim, matë sepse ata që erën në fuqi zbatuan atë vendimin e Katovisës. Gorbaçovi dërgon gjithë partive komuniste një letër, dhe thotë që neve do bëjmë pluralizëm, do bëjmë të, po ne do t'jemi prapë në fuqi. Edhe Ramis Alia, që ishte në Shqipëri, që a i s'pasuroj këta menaqmien, presave dhe tja, u thot një qakore, që e kam edhe ato qakore, kush do t'jetë në tafë. Ne do t'jemi në gjitha partitë politike. Ata që sëmnoj sot, ata s'janë kërkush që tjetër, dhe se djemët e bloqeve. Iku i babaj, erdi djali. Kështu që atje nuk ka të sëbjafës e të sëmajtës, atje janë të të sëmajtës. Ata hajën në njëri tjetër një për punë parimesh, për punë koltuku. Edhe ajo që bëhet atje s'bëhet në asnjë vend botës. Kur vjen Partia Socialiste, i heqë edhe fshesa gjithë. Kur vjen Partia Demokratike, i heqë edhe policën. Në asnjë vend të botës të bëhet një ndryshim të bëhet një shkallë e lartë të qeverisë, po jo arrin deri atje. Mirë po ata bën karrige interesim. Konta. Tash të vim te ajo që janë për balli djathtë, balli majt, balli s'ka qenë balli që i është një për të tjë. Ata që janë atje nuk janë kurgjë tjetër vese veglat sigurimit, që i ka për hundësh, edhe i përdorë si do. Edhe ata s'ka rrugë tjetër vese do unë shtrojnë konditave të atyre. Në që se ata pas 90-ës, pa kërën në ideal nacionalistët, në familje nacionalistët, i kishin korruptuar më para, edhe i kishin me dosi. Rriur se, ja të kanë zonë. Kështu që ata s'kan të drejtë të flasën për balli kombëtar, sepse në emigracion me të vërtet pati fraksione, Ali Kërsyra, Hasan Dosi, për balli që e një, me të një edhe të të Deve, në emigracion vëmë edhe diçka tjetër në shërbimin kombëtar. Kryuja një komitet që të mbrojtë të drejtat e shqiptarëve të Kosovës, të okupuar nga Slavë. Edhe ky komitet vinte në përfaqësinë e Evropës, çdo vit mbrojtë të drejtat e shqiptarëve të Kosovës atje. Edhe kjo punë është bërë me përpjekjet tona, me sakrifizat tona, duke i mbajtur këta njerëz që punonin në atë drejtim vetëm me xhepin tonë, pa ndonjë ndihmë nga jashtë si duan të paraqisin gjërat komuniste. Një nga dëshirat tona edhe ishte bashkimi kombëtar, realizimi i Shqipërisë etnike. Kjo u realizua derisa Kosova fitoi të drejtën. Brenda 10 vjetësh ne nuk do të jemi një Shqipëri 3 milion, po do të jemi një Shqipëri 8 milion. Shqiptarit nuk i mëgon as inteligjenta, as gjallaria. Shqiptari ka nevojë të edukohen. Edhe qeveritë e sotme atje ngatrojnë bashkëpunimin me nështrimin. Kështu që shqiptari ka nevojë të edukohen. Neve urojmë qytetarëve të realizohet një Shqipëri etnike,
Shqipëria do të përparojë, sepse personat, partitë, individat vinë e shkojnë, Shqipëria do të rrotë. Shqipëria mbi të gjitha.